Dëshmia e Aleksandër Kolës, i cili punonte si çoban në stanin e Vjolant Braçellarit në zonën e Bodës, konsiderohet një nga provat kyçe në hetimin e zhvilluar ndaj këtij të fundit. Sipas deklarimeve të dhëna parahetuesve, Kola ka treguar se kishte nisur punë në mesin e muajit maj 2026, pasi ishte ofruar një pagë mujore për rreth 1200 eurosh për të kujdesur për baktit. Ai ka deklaruar se gjatë gjithë periudhës që qëndroi në stan, Braçellari mbante vazhdimisht me vete armë zjarri, konkretisht një armë automatike Kalashnikov dhe një armë gjau çifte. Në dëshminë e tij, Kola ka pohuar se kishte vënë re një sjellje të vazhdueshme vigjilente nga ana e Braçellarit, i cili kontrollonte me kujdes çdo lëvizje të personave që afroheshin pranë stanit. Sipas tij, Braçellari largohej shpesh drejt zonave malore, menjëherë pasi merrte telefonata që e paralajmëronin për lëvizje të dyshimta në zonë. Kola ka rrëfyer gjithashtu se disa ditë para ngjarjes, Braçellari ishte larguar i armatosur pasi ishte njoftuar se në drejtim të stanit po ngjiteshin automjetet e panjohura. Një tjetër episod i rëndësishëm i përmendur në dëshmi është konflikti mes tij dhe Braçellarit më 3 qershor 2026. Sipas Kolës, ai kishte kërkuar të largohej për disa ditë për shkak të gjendjes shëndetësore të nënës së tij, por kërkesa ishte refuzuar. Ai pretendon se debati u përshkallëzua në fyerje, kërcënime dhe dhunë fizike. Sipas dëshmisë së tij, Braçellari i kishte drejtuar disa herë armën, duke e kërcënuar me vdekje. Nga frika për jetën, Kola ka deklaruar se u largua nga stani duke u marrë me vete sendet personale, pasi sipas tij kishte parë shumë rrethana të dyshimta që e bënin të ndihej i rrezikuar. Pas largimit, ai ka bërë kallëzim në polici. Sipas hetimeve, ky kallëzim u bë një nga elementet kryesorë që çuan në organizimin e operacionit për kapjen e Vjolant Braçellarit.